Mifti nderuar, xhamatlitë e Kosovës sot në këtë ditë xumaje thjesht hapen zemrat dhe çantat e tyre për të ndarë mjete aq sa kanë mundësi për vëllezërit e tyre, të cilët patën një fat të keq pra pati nga përmbytjet që ndodhen nga kjo fatkeqësi natyrore. Si e vlerësoni nga këndi juaj këtë akt human të xhamatlive të Kosovës? Bismillahirrahmanirrahim. Bashkësia Islame e Kosovës jo vetëm kësaj radhe, mirë po edhe herave të tjera, kur ka qenë nevojshme ka marrë aksione humanitare, siç është rasti me përmbytja po tsunami që ka qenë në Indonezi, kur ne në emër të Bashkisë Islame të Republikës Kosovës kemi dërguar 83.000 euro. Pastaj me atë që ndodhi fatkeqësia e Gërdecit, ku në emër të Bashkisë Islame të Kosovës xhamatlitë tonë për xhamia dhurun mbi 60.000 euro. Dhe tash kjo përmbytje e cila e goditi një pjesë të veriut, pra qytetin e Shkodrës, Merethin dhe disa komuna të tjera, sigurisht që Bashkia Islame nuk pati mundësi të qëndrojë indiferente, mirë po si edhe më herët ai mori aksionin për tubimin e mjeteve që do t'ju dedikohen motrave tanë të cilët patën pra fatin që të gjetën atë përmbytye. Ndaj të motivuar nga parimet islame, kuranore dhe thënjet e Muhamedit a.s. Ne sot në për të gjitha xhamitë e Kosovës, anë kënd Kosovës, kuptohet duke përfshirë gjithherë edhe Kosovën lindore, kemi bërë apel që të grumbullohen mjetet të cilat do të dedikohen për vëllezërit tanë në veri të Shqipërisë. Neve duhet na rikujtohet dhe ta sjellim më njëherë në vëmendjen tonë se çfarë bëri Shqipëria, vëllezërit dhe motrat tanë për para 10 vjetësh, kur mbi 500.000 shqiptarë nga Kosova u detyruan të shtyrë nga dhune që u shtroi këtu në Kosovë nga regjimi atëhershëm i Miloševićit, që të shpërngulen përkohësisht në Shqipëri, Maqedoni e vende të tjera. Ata i hapen dyert e tyre, zemrat e tyre, ata i hapen dhe shtruan sofrën e tyre për vëllezërit nga Kosova, ju gjetën në kohën më të vështirë. Andaj ne kemi obligim vëllezëror, fetar, kombëtar, që të jemi edhe në këto momente me vëllezërit tanë, pra që i goditi kjo fatkeqësi natyrore. Unë ftoj dhe apeloj të ty gjithë, edhe tek xhamatlind, të cilët i përshëndes për gjithherë dhënien e këtyre ndihmave, njëherët ftoj edhe bizneset, ftoj edhe njerëz të vullnetit të mirë, që të akordojnë mjete në kontën e Bashkisë Islame, ato mjete të cilat do të dedikohen për në atë vend ku është më së nevojshme në veri të Shqipërisë në Shkodër, gjithsesi në komisionin i cili është ngritur ndërministëror në Shqipëri që përkujdeset për ato pjesë të vendit tonë që janë në përmbytje.